Por në aspektin diplomatik mendoj që kemi, edhe pse Rusia janë të kujdesshëm në kundërpërgjigje ndaj deklaratave të Trumpit apo zyrtarëve amerikanë. Nuk them që është një lojë, është një taktizim, por mendoj që edhe pse ndonjëherë, meqense ende nuk kanë bilet në takimet e Stambollit të delegacione, më të them amerikane, në Arabi Saudite, por edhe në Turqi, në Ankara, kanë pasur temë bisedime palë amerikane dhe ruse për rivendosjen dhe tërë ato që i takon aspektit diplomatik në raportet SBA-Rusi. Ato mund të marrin formën e një përshkallëzimi, sidomos në atë që njihet edhe ndoshta tërheqjen e ambasadës. Ky është akti ma ekstrem nga ose komplet personelit e tyre në njërin apo shtetin tjetër. Mirë, por nuk e besoj këtë, sepse më duket që gjithë ky rrezik dhe tensionim i situatës ndoshta më shpejt mund vinë deri në tavolinën e bisedimeve. Por aspektet e tilla mendoj që edhe vetë deklarata e Trumpit dje për arritjen e paqes në Gaza jep shumë shenja që po shkojmë nga një koalicion më duket krishtero romako me islamin, me muslimanët, ndaj fuqisë dhe Euroganit kinezëros. Duket janë shenjat e tilla, meqense do ishte ndoshta zgjedhja më e mirë për interesat amerikane. Dhe mendoj që atë që potencuat jo në raport të marrëdhënieve diplomatike amerikane-ruse, nuk besoj. Ato kanale diplomatike veprojnë edhe sot. Bile mendoj që ka qenë para 3 javësh një deklarat duke të një zëvendës ministri të jashtëm rus, që thotë që jemi në koordinim me amerikanët rreth paqes në Ukrainë. Ato edhe sot, mendoj që edhe sot, plus dua them drejt, ty e them të drejtën që një bazë amerikane në Gjermani, një qyteti gjerman, të çdo ditë kontaktet e inteligjencës amerikane dhe ruse janë, mund të them, të përditshme. Qartë. Po nëse do të kthehemi pak në Rusi dhe do të shohim, do të përpiqemi të vlerësojmë, po themi, forcën, fuqinë politike të presidentit Putin. Si ndikon kjo në imazhin e tij, po them, brenda Rusisë, megjithëse kjo është pak e vështirë, sepse nuk kemi informacion të filtruar, po them, apo të paparagjykuar nga Rusia. Nëse për shembull do të kishim goditje nga Ukraina të disa bazave strategjike si në Jelabuga apo në Saratov, cili do të ishte imazhi i Putinit brenda Rusisë? Varet, po që se do ketë viktima kolaterale, ato që i përfshin jashtë domenit ushtarak, goditje ose baza që janë infrastruktura qoftë që përdoret për ato që përdoren për naftën apo furnizimin e makinerisë ruse. Mendoj sot për sot të ka një të gjitha trendet tregojnë që është njeri i pëlqyer në Federatën Ruse, kalon duket 70%, mos gaboj, afrohet aty 80%. Mund të ketë lëkundje dhe realisht mendoj që edhe në tekstin tim ku paraqet Putini mund të rrezikohet në pëlqyeshmëri brenda Federatës Ruse, por për momentin rusët kanë disa, mund të them, faktorë dhe elemente që mund të përjetojnë, mund të mbijetojnë atë që mund të planifikohet ndaj tyre, nga se 17 milion kilometra katror do të thotë është një nënta e botës dhe me territor. Dhe mendoj që mund të jenë edhe në sanksionime, mund t'i përballojnë gjithë këto masa, por pëlqyeshmëria mund të zvejet normal, po që se ka viktima dhe dame. Atëherë me siguri që populli mund të filloj të bie në pozicionin dhe të mendoj që forca ruse nuk është ajo që garanton jo vetëm për aneksim, pushtim
të pjesëve të Ukrainës, por ta mbrojë edhe territorin e vet. Dhe kjo mund gjë do të ishte një goditje jo vetëm morale, po faktikisht të njerëz mund të kenë ndikim psikologjik që në këto momente mendoj që atëherë do kemi dëshëm apo s'dëshën rusët do vinë deri te tavolina e bisedimeve, sepse mendoj që presioni i tillë dhe balancat e tilla, them drejtën Ukraina ka plotësisht drejt, sepse ndërkombëtarisht është një shtet i njohur, antar e AKB-s, bili ka kontribut në themelimin e Organizatës së Kombëve të Bashkuara dhe është goditur, është sulmuar nga një vend fqin dhe goditja brenda territorit rus në këtë rast është plotësisht mund të them normale dhe drejt. Edhe pse luftat nuk janë normale, them drejtën, por për këto momente mendoj që rejtingu dhe populariteti i Putinit do jetë mund të them do vetë në pikpyetje, por ende jemi larg mendoj në këtë fazë, sepse shihni ju përmendet në emisionin në ciklin e parë raketën Flamingo, e cila nuk prodhohet tash, planifikohet të futet në prodhim, dhe ky prodhim mendoj që spaku para një vite gjysmë nuk mund të vihet në përdorje. Dhe një vit e gjysmë është shumë, sa të drejtën. Qartë, zoti Blali, nga njëra anë SBA-ja po përpiqet të shmotërruaj ekuilibrin e ndihmave, ndërsa nga ana tjetër kemi Rusin pra që po kërkon më shumë mbështetje sigurisht nga Irani dhe Korea e Veriut. Pyetja është nëse apo formohen tashmë dy blloqe të reja globale, pra një perëndim liberal kundër një lindje autoritare dhe a mundet që kjo luftë të jetë preludi i një rendi të ri botëror? Sakt. Me që kemi hyrë në këtë fazë, do thotë polet janë të ndara dhe më nuk ka ndonjë ndoshta një pikpyetje, po kjo është realitet, është fakt. Dhe mendoj që kemi edhe këtë ndarje dhe mendoj që ajo në një farë mënyre që është arritur për në takimin e Trumpit me vendet arabo-islame, është edhe një shenjë që ka lënë dimenzionin për të i Gaze. Nga se thonë drejtë civilizimi evropian, më fani perëndimor, që në kupton shtëriat Evropa, është, më të thëmë në atë stadin e vetë ku do ka filluar qatë pjetën e saj. Do njëherë njerëz nuk kanë dëshirë të thojnë realitetin, të pranojnë realitetin, vërtet. Mendoj që rivali vetëm i cili mund të sfidohet kundër amerikanëve janë kinezët dhe fuqia kineze. Mirë po Kina, jo vetëm me BRICS-in, por me konferencën e bashkëpunimit të Shangajt, dëshiron që të gjitha ato vendet, sidomos lufta më e madhe sot bëhet për Azinë Qendrore, Iranin, ky proxy till i cili ashtu kështu dhe nga pikpamja e atij konfrontimit për brenda islamit mes shiave dhe sunive, mund të them sunit mund të jenë partner, sot ashtu kështu jenë partner, po mund të forcojnë partneritetin me SBA-n, ndërsa Irani do jetë partneri më i fuqishëm edhe i rusëve dhe i kinezëve. Prandaj bota mendoj që po hym në një fazë ku do kemi mund të përngjaj pak a shumë kohës e luftës së ftoftë versus SBA. Mendoj për koncepti tash, kur flasim për perëndim, kryesisht flasim për Amerikën, edhe pse nuk do të harrojmë fuqinë britanike dhe franceze, e cila thonë drejtën është e zbedhë dhe nuk mund të jap më tepër. Përpos asaj që gjermanët kanë kapacitet dhe fuqi, dhe mund të them e kanë atë traditën e të durueshme dhe të zellshme që të arrijnë kapacitetet aty ku ka qenë